Ta është vetëm për kulmi se Krishti son këtu, vetëm për kulmi, edhe shkom aty te veni, shkom nalt, gjemo. Fajtoris krete, vim për muhe, o Zot më shirë, Vim për muhe, o Zot më shirë. Liebe Bürgerinnen und Bürger, deren Wurzel albanisch sind und die sie jetzt in der Schweiz leben. Jedes Jahr wieder am Karfreitag freuen wir uns, dass Sie hierher kommen. Herzlich willkommen im Heiligtum unserer lieben Frau von Einsiedeln. Herzlich willkommen zu Hause. Sie sind hier zu Hause. Denn überall, wo die Madonna ist die Kirche zu Hause. Wir leben in einer Zeit, wo alle Staaten immer mehr aufrüsten, mehr Waffen produzieren. Es werden mehr Kriege geführt. Das Kreuz zeigt, Jesus wollte das nicht. Er hat sich lieber kreuzigen lassen, als selber Gewalt anzuwenden. Beten wir heute auch besonders für den Frieden in dieser Welt. Beten wir für den Frieden in Ihrem Heimatland Albanien und in den umliegenden Ländern, hier in der Schweiz, in der Ukraine, im Heiligen Land, im Sudan, in Jemen. Man könnte die Liste leider noch lange ergänzen. Und gemeinsam beten ist wichtig. Das gibt Stärke. Wir stärken uns miteinander. Gemeinsam beten auf Ostern hin gibt uns österliche Hoffnung. Darum wünsche ich Ihnen österliche Hoffnung. Juroi das Schnöpperstö Döbequar. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, bedanke mich. Danke. Danke. Vielen Dank. Ata që mujnë mullë është mirë tash mullë pak në fillim. Vllazën e motra, sot e premtja madhe, neve, të krishterëve, na thret që të heshtemi pak ma shumë. Jo të flasmi, po të heshtemi. Kemi ardhur në shtëpinë e Zojës Bekum, si mision, si kish, që të takojmë Zojën. Por dëshiroj që në fillim, në emërtim, dy vllazëve meshtar, Don Marianit edhe Don Antonit, motrave të nderit, që dëshirojmë gjithve juve këto mirë se ardhen këtë shtëpi të Zotit. Besoj se kemi kalu, ose keni kalu këtë kohë të kreshmeve, mënyrën më të mirën, si që lypët prej çdo të krishterit. Neve na mëson feja, dhe feja e krishter në këtë ditë e ka marrë dimenzionin e shëlbimit. Pra premtja madhe është ditë kur Zoti flijohet, kur Zoti e mund vdekjen që ne të jetojmë. E ne këtë kohë kemë pas të kreshmeve, kohë qajtë, kohë shumë dashtun, edhe shumë e nevojshme për jetën tonë, edhe të krishterë, edhe shpirtërore, e jetës sonë gjithmonë, i ka dhënë edhe jep jetës sonë krishterë gjithmonë, i ka dhënë dhe i jep kuptim bashkë kryqa e Krishtit. E ne sot kemi ardhur ashtu
të zoja bekum me falenderu këtë nanë. Nesët kemi ardhur para kryqës e Krishtit, me lutë që gjithmonë kryqja e Krishtit si cilin prej nesh me pas nirin e vetë. Kuptimi i kryqës ka qenë dashuria Zotit për ne, e dashuri më të madhe që ka tregu Zoti për ne, me cilën e ka dhënë jetën, e dashuria Zotit atyrit nafton, si cilin prej nesh që të mendojmë dhe të dëshirojmë, të mendojmë mbi jetën tonë, mendojmë mbi dashurinë e Zotit, i cili është shliu për ne dhe i cili na thret në jetë. Pra t'jesh i krishter, është një dhuratë e posaçme, o vëlla motër. Ju mund thoni pse? Për arsye se e ke njoft vërtetën. E ke njoft vërtetën. E ke njoft Zotin mënyrën më të mirën. E ke njoft dashurinë e Zotit. Dhe gjithmonë lutja e cila na lidh me Zotin, lutja e cila ka qenë ushqim gjithmonë e familjeve tona, gjithmonë ajo dhe aty. Gjithmonë të lutja kem gjetë forcën, gjithmonë të lutja kem gjetë ngushëllimin, gjithmonë të lutja e kem gjetë fenë. Fenë ku e kem taku Zotin, ku e kem gjetë Zotin, se i takojmë Zotit. E për ne gjithë thash, sot është një dhuratë e madhe, që në është dhanë, që t'jemi thash nga shtëpi të bukur Zotit, ta lusmi së bashku, nesi mision të në Zvicër, ku i falenderoj gjithë ata që kanë qenë iniciator, misionartë e parë, që më të vërtet në këtë ditë, të premtën e madhe, dvim të kjo nanë këto, duke u lutër, të lutemi këto, dhe për kësaj nane, pra të marrim mësimin e saj, pra të marrim premtimin e saj. E premtimi i saj është se kjo zoja bekum do të lutet gjithmonë për ne të cilët i takojmë asaj, lutmi dhe e lusim ndërmjetësimin e saj. E premtimi i zojës bekum, thash nëse e krijojmë lidhje, nëse e kem lidhjen me Zojën, është ja që mos keni frikë, son jam me ju. E tash derisa ta lusmi zbashku gjithës, kena arë me lut udhën e kryqës, me kujtu mundimin e Zotit. O vëlla motër, mundimi i Zotit kujtohet vetëm atëherë kur jemi në gjendje mi qajt mëkatet tona. Nëse qëndrojmë me mëkat, dhe nëse me mëkate që jem dalmi prej këtij vendi të shenjtë, nëse ja kthejmë shpinën këtij vendi të shenjtë dhe qëndrojmë me mëkatet cilat i kem, cili mëkati. Sepse sot po thomi nuk ka mëkat, ke mëkate aq shumë se nuk po na mungon dashuria, po na mungon njerëzia, po na mungon mirësia, po na mungon lutja. E nëse thash dalmi për këtij vendi të shenjtë, atëherë dalmi të pastruar. Ti qoj me të vërtet, si thot Krishti. Ju thot edhe grave sot gjatë në qenën e 6, bijat e mia thot mos me qani mua, por qani veten dhe fëmijët tuaj, po vllasin e motra. Me të vërtet ti qajmë mëkatet tona. E ta lusmi Zotin, ta lusmi Krishti që të na i falë gjithmonë, që të ketë mëshirë për ne. Ta lusmi Krishtin që atë dashuri që e ka pas kur e ka marrë kryqën, edhe sot e për gjithmonë, ne e patohire që ne ta kuptojmë atë dashuri,
e të mund t'i qajmë edhe ne fajet, gabimet, lëqimet, e që lutjet tona atëherë t'jenë të pasra, t'jenë të denja, e lutjet tona e njetët tona t'i pranojzoja. Pra thash e premtja e madhe, lyp shumë heshtje. Lyp heshtje për arsye se Zoti ka dhënë jetën për ne. Zoti ka dhënë jetën që ne t'jetojmë. Zoti ka dhënë jetën që ne t'jem të bekum. Zoti ka dhënë jetën që t'na tregoj se ne na don. E me qenë se Zoti ka dhënë jetën dhe kërkon që ne nëpërmjet heshtjes, nëpërmjet lutjes, ta njohim, t'i pranojmë ato hire, t'i pranojmë ato bekime, ta njohim Zotin ton, e ashtu t'i japmi sa ma shumë e sa ma mirë kuptim jetës sonë. Pra kjo udhë e kryqës, ose mundimet e Zotit, që do t'i lusim zbashku, që t'i përjetojmë, më nono, që më të vërtet lidhi me kryqën e Krishtit. Kryqa që ka qenë në nëshmim, kryqa që ka qenë poshnim, por kryqa e cila është bë shëlbim dhe jetë. Prej këtij drunit kryqës i ka ardhur botës shëlbimi. Ure dëshiroj që kjo dëshira jonë si bitë dhe bijat e Zotit, që ta lejojmë kryqën e Krishtit, që edhe kjo të mbjellet në zemrat dhe në shpirtin tonë, që Krishti jetë pjesë e pandashme jetës sonë, e vetëm në atë mënyrë na mund të përcjellim Krishtin, vetëm në atë mënyrë na mund t'i marrim hiret, edhe vetëm në atë mënyrë mund t'a lusmi. Por me qenë se jem të Krishtit, e i takojmë ati, me qenë se jem të Zotit, e i takojmë ati, atëherit as nuk dëshoj në sinqeritetin e lutjeve tona, as nuk dëshoj në besimin tonë, por me plot fe, të mëllomi dhe plot për shpirtëri dhe dashuri. Ta kujtojmë Krishtin e ta falendojmë për të mirat që i ka bon për secilin prej nesh. Ta shiqomi në kam edhe fillojmë udhën e kryqës. Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Oj miri e i dashur Jezu Krisht, për dashuri që ke për ty, duam t'i përcjellim me mend mundimet dhe vdekjen tënde në mal të Kalvarit. Ki dhim për ne, në kataret e shkret, në katet e cilëve kanë qenë shkak i mundimeve dhe i vdekjes sate. Këtë përkushti, po ta paraqesim secili prej nesh për nderim dhe dashuri të emrit tënd, për nevojat tona, të familjarëve tanë, të smundëve tanë, për kishën tonë, për meshtarët tonë, motrat tona, dhe për besimtarët tanë, që të njohin dhe të adojnë Zotin ashtu si e kanë dashur gjithmonë në për Krishtin Zotin tonë. Rinte zoja tuila tue, afër Krishtit, tuj që kjohe, Krishtin pezu, kryqën zue, na najdashtun, lus papra,
Se me kryqita të shejtë shpërbleve botën marë. Jezu Krishti, vetë papajësia, gjykohet për vdekje, e pse që të na shpërblej pa drejtësi, gabimet dhe thojet tona, dhe që të na shpyej gjykimin për kerë. Të lutemi, o i dashur Jezu Krisht, për mundime që hoqe duke pranuar gjykimin e vdekjes së paruar. La shtyj edhe ne gjykimin e dënimit të anësuar, që kemi merituar me mëkatet tona. Amen. Lavdia të Fillit të Shpirtit Shaj. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë në jetesë. Mëshiro Zot për ne. Mëshirë për ne. Heshta zemrën prej krishtimit, prej e zgjedhit, prej hidhnimit, zojës për shkuja kishte shqimit. Nanaj dashtu, flus pa pra, vartet birit, tant pada, gjurmës zemër me mi ba. Në të ndalurit e dytë, Jezu Krishti është ngarkuar me kryq. Adhurojmë o Krishte të vdekohu. Se me kryqin tënë të shejtë shpërbleve botën marë. Jezu Krishti merr kryqin e krah dhe bashkë me kryq edhe të gjitha mëkatet e njerëzimit, për të cilat ka për të vdekur në majtë të Kalvarit. Të lutemi, Jezu Krisht shëlbuesi ynë, ti po e merr kryqin prej dashnisë që ke për ne, e ne fatzezët ende jemi duke nkapnuar. Dëshirojmë me gjithë zemër të rrëfehemi dhe të pajtohemi me ty. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shaj. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë. Mëshiro Zot për ne. O san vaje, san ankim, kjena qas pas një gzim, nana e Krishtit veç bekim, nana e dashtun plus pa pra, vartet birit, tant pada, gjurmën zemër me mi ba. Të ndalurit e tretë, Jezu Krishti bjet e parën herë në kryq. Të adhrojmë o Krishte të bekojmë. Se me kryqin tanë të shejtë shpërbleve botën marë. Sa të renda janë në kotët tona, në mbarën e tyre gëzohet ai, që gjithë shka ban me të pushtetshme në dorën e vetë. E përse Jezu Krisht rëzohet, që të na çojë ne mbrojtje të mëkateve. Të lutemi. Jezu Krisht i dashur, mëkatet tona bërën që të bish për dhe, po të lutemi na jep lot t'i qajmë me gjithë zemër, na jep fuqi që të japim besën dhe mos bie më kurrë në to. Lavdiatit e të Birit e Shpirtit Shajt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë. Mëshiro Zot për ne. Mëshirë për ne.
Jajtë dës të dhim shmjana, mundu Krishtin për gjithan, pa mujt kush lëndime i dhan. Nanaj dashtun, plus pa pra, Valtet birit, tant padra, gjurman semër, me mi ba. Të ndalërit e 4. Jezu Krishti hasë në nënë në vetëmën e bekuar. Adhoj motrishën e bekuar. Se me kryqin tanë të shejtë e shpërbleve botën marë. Jezu Krishti i gjikuar për vdekje, me kuror ferash në krye, me kryq në krah, i rahur prej mizorve, has në nënën e vetë, zojnë e bekuar. Sa dhimbjet e madhe do të ketë sprovuar këto dy zemrat e pastra dhe të dashura. Të lutemi, Jezu Krishti dashur, për dhemjë që sprovove e kërë hasën në nënën tënde, pen që edhe ne të kuptojmë rëndësinë e muajtjeve. O Zoj, dhe jeshti nëna jonë dhe bejt e kthemi ka Zoti, dhe t'i mbajmë urdhërimet e tia. Amen. Lavdiatit birit të shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës tamë. Shiro Zot për ne. Shirë për ne, tu i këqyrë në vetën Zot, afër Krishtit me varë plot, nuk ashtë njeri që zdelot, nanaj dashtun, plus pa pra, vartë e birit, tant pada, gjurman zemër, me mi ba. Në të ndalurit e 5, Jezu Krishti ndihmohet prej Sireneu. Adhurojmë o Krishte të bekuar. Se me kryqin tanë të shejtë e shpërbleve botën barë. Jezu Krishti, aq fort është lodhur, sa nuk është me i Zotit baj kryqin, por lypse që t'ja baj një farë Simon prej Cirenit. Gjithkush i ndihmon Jezu Krishti, kur i ndihmon të afërmit që ka nevojë. Të lutemi, Jezu Krisht i dashur, e dim se duke mos u ndihmuar skamnorve, nuk të kemi ndihmuar ty në bartje e kryqit. Na ndihmo që tash e tutje, të duam gjithkund me dashnin tënde, e veçanërisht të vobektit dhe të mirë. Lavdiati e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë në jetës amen. Mëshiro Zot për ne. Mëshirë për ne. Kush e zojën natës gjet, gati dekun për djalë vet, pat mesue, jo nuk jet. Nanaj doshtun, plus pa pra, vartë birit,
Të ndalurit e 6, Veronika Javshin fytyrën Jezu Krishtit. Të adhrojmë o Krishte të bekojmë. Se me kryqin të të shajtë shpërbeve botën mbarë. Jezu Krishti I lodhur dhe I mbetur në gjitët malit të Kalvarit. Fytyra ti është mbuluar me djersë, gjakë dhe pluhur. Në mes të gjithë atyre që ngrihishin në mundimet të Krishtit, u gjeti një grua e cila pa marrë dhe frikë për skabuesash, I afrohet Jezu Krishtit dhe I afshiu fytyrën e tij. Të lutemi. E madhe qetërimëria dhe flak dashuria se lumës Veronik për ty o I dashur Jezu Krisht. Bën po të lutemi që edhe ne të trimruhemi ka shpirti dhe pa marrë I kryjmë të gjitha urdhimet e tua. Lavdiatit e të birit e të shpirtit shajt. Si ka që Më shiro Zot për ne. Kate tona me I resit, e pa Krishtin gjithë molit, prej sërandash ta sajdit, nanaj dashtun plus pa pra. Tant pada gjurmën vete me liba. Të ndalurit e 7, Jezu Krishti vjet e dytën herë në kryq. Ta adhrojmë o Krishte të bekojmë. Se me kryqin tam të shajtë shpërbeve botën mbarë. Jezu Krishti vije për së dytin në kryq, që të na çojë ne prej mëkatit, I dhembin varat, por më fort pa pendimi ynë dhe madhështia bën që të lodhe. Për ule madhështi dhe kënaqërinë tënde, o njeri, dhe bëhu zemër butë e I përvuajtur. Të lutemi, Jezu Krishti dashur, ti përsëri përrejtëzohesh në barën e kryqit, që të na çojsh prej mëkateve. Na shëndrit mendjen të kuptojmë sa keqe e madhe është mëkati dhe të ruhemi gjithmonë prej tij. Amen. Lavdiate birit të shpirtit shajt. Si ka qenë Në fillim, ashtu tash e për gjithmonë. Shiro Zot për ne. Mal Kalvarit kur e shoj, vetën kryqen kur mbaroj, Krishtin pa edhim shpjazoj, nanaj dashtun plus pa pra. Të ndalurit e tërë, Jezu Krishti I ngushëllon gratë. Të adhurojmë o Krishte të bekojmë. Se me kryqin ta të shajtë shpërbeve botën mbarë. Gratë përshpeshme të Jeruzalemit, kur pa Jezu Krishtin ashtu të vuajtur, filluan të qarë. Krishti u tha, vija të Jeruzalemit. Mos me qani mua, por qani vetën dhe fëmijët tua. Në Helena thot Krishti, qani vetën dhe mëkatet tuaj. Të lutemi.
Jezu Krisht I dashton, që me fol do t'i qaj mëkatet e mia se sa dhëmbje tua. Na ndihmo të pendohem për një mend me gjithë zemër dhe të rrëfehe mirë, kështu që të pajtohem me ty një herë e për gjithmonë. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithë në jetës. Amen. Mëshiro Zot për ne. Mëshirë për ne, deti nana bedashni, dhimjen tande bantandi, sa tjetoj këtë shekullësi, nanaj dashtun plus papra, vartet birit tant pada, gjurman zemër me mi ba. Të ndalorit e nantë, Jezu Krishti bie të tretën herë në kryq. Ta adhrojmë o Krishte të bekojmë. Se me kryqin të të shajnë shpërnele botën marë. Për së treti Krishti forcohet në kryq dhe përsëri qohet të kryen veprën shpërblimtare të vetën. Duaje edhe ti kryqit, sepse në të është shpëtimi dhe jeta. Të lutemi. Jezu Krishti dashur, po të lutemi për mundimet tua, mos na lërë në mëkatet tona, por bën që të kuptojmë rëndësinë e vdekjes sate dhe mendimin tënde ta shëlbojmë shpirtin tonë. Lavdi Atit e të Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë në jetës. Amen. Mëshiro Zot për ne. Mëshirë për ne, tu lu gjithmonë po shkoj, ban që Krishtin ta adhroj, hirin tant kur mos ta lëshoj. Papra, vartet birit, tant pada, gjurman zemër me mi ba. Të ndalorit e tij, Jezu Krishtin e zhveshëm, ta adhrojmë o Krishte të bekojmë. Se me në kryqin kanë të shenjtë e shpërbleve botën marë. Jezu Krishti si doli në kalvar, salvuasat e zhveshëm. Shmjerim, I zhveshur faqe munduasve re Krishti, Zotë njeri, e përse që të shpërblej me kandet e krenaris dhe të kryqësiso. Të lutemi, Jezu Krishti dashur, sa shumë vuan ti për mëkatet tona, të shveshen që të shpaguash krenarin dhe të dhanë të pish tënd e utëll për të shpërblyer kryqësinë tonë. Vej po të lutemi, që edhe ne të zhveshemi prej krenarisë tonë dhe të jemi të matur në ushqim dhe në pije. Amen. Lavdi Atit, Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë në jetës. Amen. Mëshiro Zot për ne. Mëshirë për ne, nane dashtun plus papra, vartet birit tant pada, gjurman zemër
Jezu Krishtin e goshdoj në kryq. Adhurojmë o Krishte të bekohur. Se me kryqin tënë të shenjtë shpërbleve botën mbarë. Dhe mendoj se si koshët e vrahura me që keq i shpërojnë duar të femët Jezu Krishtit dhe gulen thellë në drogë, sa dhembje e madhe do të ketë shemë, e pra a i veproj vetë të mirë. Mendo atëherë çka do të ndërmjosh ti. Të lutemi, Jezu Krisht, e si mundemi ne të shikojmë të mbërthyer në kryq, e mos të largohemi prej mëkateve tona, sa ndëshkime të rrepta meritojnë për mëkatet e gjertanishme. O Jezus, na jep fatin që të pendohemi me gjithë zemër. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Ka që në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës anë. Më shiro Zot për ne. Më shiro për ne. Ti pjesë arman për gjithmonë. Natë mundim që për fajton. Bash. Bartet birit, tant pada, gjurmën zemër, me biba. Të ndalurit e 12, Jezu Krishti vdes në kryq, të adhurojmë o Krishte të bekohojmë. Se me kryqin tanë të shenjtë shpërbleve botën mbarë. Në dhembje të pamos, Jezu Krishti qëndron i mbërthyer në kryq. E salvuesat nuk pushojnë duke poshtëruar dhe duke përqeshur. Megjithatë, ai nuk i lëm, por lutet për ta. Fali o atë se nuk di që bëjnë. A i falë për arme që tu, Jezusi, pas 3 orë mundime shtërënda, si bërtiti me zë të madhë, dha shpirë. E përse gjithë këta, për të na shënbuar ne që po endemi dita ditës larg tij. Të lutemi. Jezu Krishti dashur, të vdiqen e mundime shumë të rënda dhe përsëri në shtrin dorën që të pajtohesh me ne. A nuk do ta marrim dorën e pajtimit tënd? Po Jezus, e për këtë punë po bijem në të dydun para kryqet tënd dhe me tërë fuqinë e shpirtit të penduar po të lutemi. Kim shirë për ne, e mos të jetë ndahemi prej Teje. Lavdi Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu në vdekjen e jetës. Amen. Më shiro Zot për ne. Më shiro për ne. Afër kryq Birit të Zot, banosoj me derdhur lot, derisa t'kena jetë mot. Nanaj dashtun, plus pa pra, Bartet Birit, ta
të ndarërit e 13, Jezu Krishtin e unin prej kryqit, ta adhrojmë o Krishtet e bekoj. Se me kryqin të të shenjtë shpërblim e botën vonë. Jezu Krishtin e unin prej kryqit dhe e vune prejher të nënës së vetë, zojës së bekuar. Kush mund të kuptoj krejtësisht dhimbjen e nënës, e cila në prejher ka trupin e vdekur të vetmi djalë. Të lutemi, o Zoj, nënte e të dhëmshme, për dhëmbje të madhe të zemrës sate dhe varret e birit tënd. Në nxjerr hirin t'i qaj me lot me katët tona dhe të kthehemi ka Zoti ynë. Bejo Zoj të vdesim me një shejtrues dhe të shëlbohemi. Amen. Lavdiatit birit e shpirtit shajt. Shiro Zot për ne. Afër kryqit tuaj gjemue, afër teje tuaj radue, kishtë t'jajun papushue. Nanaj dashtun, ljus papra, Bartën birit, rand madan, gjurman zemër, lemi ban. Në të ndalurin e 14, Jezu Krishtin e varrosin. Ta adhurojmë o Krishte të bekoj. Në kryqin të të shejtë shpërblim e botën bar. Duke e varrosur me një vend të ri, u deli atëherë nuk ishin varrosur askush. Por korpi i Krishtit nuk deli gjatë e madhe, sepse të tretën ditë Jezus i bashkoi shpirtin dhe korpin, doktorisht të shngjatur duke dëshmuar kështu hynin e vet. Të lutemi, Jezu Krisht i dashton, fitues i vdekjes e dhënës i jetës. Po të adhurojmë por si Zot bir i anshuar i Atit të anshueshëm. Ti po na thua, e janë të kun ju që jeni të lodhur e të mbetur prej barrës së mëkateve. Dhe unë kam për t'u akthyer shëndetin, paqen dhe jetën me gëzime. Ja pra, ne po vijmë dhe mos lejo që të ndahemi më kur prej teje. Lavdiati e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash dhe për gjithmonë në jetës. Amen. Mëshiro Zot për ne. Mëshiro O Zoj Virgjën, nanë lir, lutë Zotin të kërshir, ti shërbim prej sinanzir. Nanaj dashtun, ljus papra, vartën birit, O i dashur Jezu Krisht, po të faleminderes për këtë hir që na ke dhënë me këtë përkushtim. Pranoje pra në ndërim të mundimeve të tua, për shpërblim të mëkateve tona dhe për freskim të shpirtrat të përkatorit.
Mos lejo, o Jezu Krisht, që gjaku i derdhë ryti të shkoj për ne këtë, por na jep mirët tua që pasta jetët e vinë për të gëzuar në amshim. Amen. Si pas një të shenjtit atë pafë e njerët e vetona, aty në që në qilu shëjtros të emrët, akë e tria jote, vëmë vëllesa jote, si në qila shtërëtor. Bukën tonë të përdiqme, me një pësat, me falë fajtën, si falë me fajtëve tanë, e mësë në të bimë të ndëmë, por në lëvën nga i kiqemi. Falemi Mari Herkëte, Zote me ty e bekuar jemi të gjitha gratë e i bekuar për t'i barku të ndjesus. Shajtë e marrë në të nëzë, dhe të përmën pekarit, të ashtë në fërë vdekjes së nëmë. Lavdiatit, birit e shpirtit shajtë. Si ka qenë në fillim, ashtë për gjithë më një të sëmë. Falenderoj të Marianin që në lejoj që mi thanë dy fjarë për fund, para se të shpëndahemi. Vëllezër e motra, ne e përkujtuam dhe kaluam udhën e kryqit që Krishti e bëni për ne dhe shpëtimin tonë. Në këtë dramë tragjike që i ka ndodhur Krishtit, shohim persona pozitive, negative, thejmi ashtu. Ata që lkiheshen e mundimet e Krishtit, ata që përshkullanin, ata që rrahnin, ata që e vendosën e kryq, ata që e shpërruan zemrën e tij. Për në anën tjetër, shohim edhe disa figura, sikurse Veronika që fshin fytyrën e Krishtit, sikurse gratë e Jeruzalemit që qajnë për atë që i ndodh Krishtit, apo Simoni i Cirenës, i cili ndihmon Krishtin në barkën e kryqit. Duhet jemi real. E premta madhe për shumë familje tona, për shumë njerëz, nuk zgjat vetëm një ditë, por është e premte e madhe që zgjat me javë, e me muj, e me vite ndoshta. Sepse në format e ndryshme janë nevojtje e në kryqe, të pikluar e të shqetësuar, të demoralizuar nga jeta dhe të dëshpëruar. Por që me gjithatë, kjo ditë është ditë shprehëse, që me gjithatë, me siguri se vjen edhe dita e gëzimit, dita e ngjalljes, edhe dita e ringjalljes tonë shpirtërore. Prandaj, si tek krishterë, jemi të ftuar që duke reflektuar mbi vujtjet e Krishtit, të jemi shpeshher edhe si Shën Veronika, të jemi sikurse Simoni, të jemi ata që vërtet tim në pashmënda vujtjen e çdo njanit që na jepet rasti me ta. Të ndihmojmë dhe t'i përkrahim, mos të ndihen të vetmuar, të jemi sikur se është ky vit i shpresës, shtektar të shpresës, të jemi shpresë e të jemi dashni njani për tjetrin. Edhe kjo është metoda më e mira që vërtet këtë udhëheqje që e kemi bërë ta përjetojmë, por ta jetësojmë në paqe, në dashninë mes veti, e në ndërmes e në bashkëndarje. Prandaj uroj që vërtet të ndodhin gjëra të mira në mes neve, që gjithë jemi atë për të dëshmojmë krishterimin tonë, të kaluarën tonë, me të gjitha jemi njerëz që besojnë, që shpresojnë, që e duam Zotin. Prandaj tash jap bekimin dhe atëre shpërndajemi në paqe duke falendëruar pra që në këtë mas kaq të madhe keni marrë pjesë sikurse edhe çdo herë, kjo kohë ka filluar që udhëzgryqit 2002-ën, kur kemi qenë në atë kohë që ka qenë jashtë, por tash është më bukur sepse përjetohet më mirë se sa kur e banim atje në mal. E uroj që vërtet edhe këtë 2 ditë sa më tepër të përgatiteni që
pashka e Krishtit, ngjallja e Krishtit e jetë një ringjallje e jona shpirtërore. Zoti qoftë me ju. Të më shpirtën. Ju bekoft ju që pushtet që ma ati biri dhe shpirti shenjtë. Të shkojmë në pace. Askush në jetën time s'me ka dashur. Shkum këtër. Shkum këtër, shkum. Qika, hajde. Merë në qirat, qika. Në vofë krejtëve. Nda rujtë. Matë mirë, pozë mirë.